Jam në 7 fëmijëve. 50 dhe 2 vajza. Mrem ka ndodhur një ngjarje shumë e rëndë. Mua në orën 4 më njofton vajza e dytë që më ka iku vajza e madhe nga shtëpia. Unë nuk rjem, kërkoj se gjej vajzën dhe njoftoj policinë. Policia e gjeti vajzën edhe vajza kishte treguar që papa e kishte përdhunuar. Unë shkoj në polici, ati i marrë vesh. Të gjitha, vajza i thot të gjitha, që i kishte periati. Sa vjeç është vajza? Vajza është 12 vjeçë. Goca vetëm ishte acaruar. Si është me vlezit, me motrën, kur i ndaja i thosha të keqe mami, zemra e mamit, mos u zi me motrën me vllajën, më thoshte mua i ka ndeu, thoshte edhe fëmijëve nuk tregon. Vajza kaloi në depresion, sa u detyrua, u lërgua në Panesa, edhe kishte vatu te një komshie këtu. Kjo komshia e kishte marrë, i kishte dhënë bukë, e kishte çu brenda, edhe këta kishin lajmëruar policinë, që ka ardhur një vajzë këtu. Edhe vjen policia më lajmëroi që i gjeti vajzën dhe na tharret polici. Shkojmë ne, mua më rasti bombë kjo. Të gjitha i mora vesh atij që jati më hirë që përdhunu vajzën.